Antarët e gjykatës kushtetuese padite në prokurorin nga ish agenti i Shërbimit Informativ Kombëtar Marian Rroku. 8 muaj pasi gjyqtarët kushtetues rrëzuan pretendimet e Marian Rrokut për të rigjikuar procesin e tij nga e para, ta të fundit janë paditur për shpërdorim detyre. Burime për Report TV bën me dije nga prokuroria e përgjithshme se pas shqyrtimit të padis, hetimet për trupën e gjyqtarëve kushtetues janë pushuar pasi nuk është vërejtur asnjë element i veprës penale. Por me këtë vendim nuk ka qenë dakord Marian Rroku dhe ka vazhduar betejën e tij ligjore, tashmë duke paditur në gjykat vendimin e akuzës për pushimin e hetimeve. Siç e shihni dhe në këtë faksimile të siguruar nga Report TV, seanca e parë me paditës Rrokun dhe të paditur prokurorinë e përgjithshme mbahet më 6 shkurt 2017 ora 10. Në 2001 Rroku vrau Alda Canin dhe nënën e saj dhe pas krimit u arratis në Amerikë, nga ku arrestuaj më pas ekstradua në Shqipëri, ku aktualisht zhvuan dënimin me burg për jetë dhe ndaj tij në mungesë në vitin 2002 nga gjykata e Tiranës. Marian Rroku kërkoi lirinë dhe rigjykimin e tij edhe nga shkalla e parë e dhomës penale në Tiranë, por të gjitha kërkesat e tij përfshi dhe rekursin e gjykatës së lartë deri më tani janë rrëzuar.